Tre trupat që Hamasi dorëzoi Izraelit të premte në mbrëmje me ndërmjetësin e kryqit të Kush nuk janë të asnjërit për pengjeve të rëmbyera gjatë sulmit të 7 tetorit 2023. Lajmi është bërë i ditur nga një zëdhënës si ushtrisë izraelite për agjencinë AFP, i cili tha se identiteti i trupave nuk kërkon me listën e personave të rëmbyer gjatë asaj ngjarjeje. Një burim ushtarak izraelit theksoi se nuk besohet që trupat të dorëzuar të përkasin pengjeve të mbajtura në Gaza. Sipas kushteve të marrëveshjes së armpushimit, Hamasi kishte detyrim të lironte 20 pengje të gjalla, gjë që ndodhi me 13 tetor si dhe dorëzonte eshtat e 28 pengjeve të vdekur. Deri tani grupi ka dorëzuar vetëm 17 trupa, ndërsa justifikon vonesat me vështirësi për t'i gjetur trupat në rrënoja të ndërtesave të shkatruara nga bombardimet izraelite. Grupi palestinez ka kërkuar më shumë kohë për të vijuar kërkimet në zonat e shkatruara nga luftimet. Dorëzimi i fundit i eshtrave të një pengu nga Hamasi disa ditë më parë shkaktoi reagime të forta në Izrael, ku familjarët e pengjeve kërkojnë transparencë dhe përshpejtim të procesit. Ndërkohë, qeveria izraelite ka akuzuar Hamasin për mos respektim të kushteve të armpushimit, i cili është në fuqi që nga 10 tetori. Tel Avivi kërkon një grup palestinez të zbatojë plotësisht marrëveshjen, ndërsa palët vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën për shkeljet e saj.